Syfyri. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar besimtar dhe besimtare. E falenderojmë Allahun xhalleshanu për shumë mirësi. Njëra nga mirësitë është edhe ky muaj në cilin gjendemi, muaji i Ramazanit. Muaji të cilin Allahu xhalleshanu e veçoi nga muajt e tjerë. Të nderuar besimtar, besimtari në këtë muaj vazhdon të jetojë me një jetë më ekskluzive se muaj tjerë, sepse kemi agjërim dhe agjërojmë. Agjërojmë prej syfyrit deri në iftar. Secili ibadet ka peshën e vet, ndërsa pesha e ibadetit të agjërimit është e veçantë, sepse Allahu xhalleshanuhu për te do të na shpërblej. Unë sot me ju do të fokusohem vetëm në rëndësinë dhe vlerën e syfyrit. Vlera, rëndësia dhe bereqeti i syfyrit. Sepse dhe Selam na porosit që të ngritemi syfyr, të ushqehemi dhe të përgatitemi për ditën e nesërme për agjërim. Jemi duke ndier aromën e Ramazanit. Gjithkund ndihet aroma e Ramazanit. Ngritja në syfyr e një personi pas mesnate, para syfyrit, është një kënaqësi e veçantë, një ndjenjë e veçantë që besimtari ta ndijë aromën e Ramazanit se Ramazani ka ardhur. Për atë arsye, ne si besimtar agjërojmë për hir të Allahu xhalleshanu dhe shpresojmë që Allahu xhalleshanu të na shpërblej për çdo ibadet cilën e bëjmë me ndjenja të sinqerta si besimtar të drejtë të devotshëm. Për atë arsye, besimtari i ndjek urdhat e Allahu xhalleshanu, e ndjek traditën e pejgamberit alayhis salam. Atë që e ka praktikuar pejgamberi alayhis salam, ta praktikojmë edhe ne në jetën e përditshme. E pejgamberi alayhis salam gjatë muajit Ramazanit është ngritur në syfyr dhe ka hangër syfyr. Bile në ka porositur mos e leni atë pra syfyrin. Për atë arsye, është ndonjëherë e vështirë ngritja gjatë kohës së mbrëmjes së mëngjesit të hershëm, por është një gjendje e veçantë sepse ndonjëherë dembelekia na kaplon apo na kaplon lodhja nga punët dhe aktivitetet ditore, por për të ngritur në syfyr është një kënaqësi e veçantë sepse ne po e praktikojmë një traditë të pejgamberit alayhis salam, sepse ajo të cilën pejgamberi na mësoi neve është thënia e pejgamberit alayhis salam, ku thotë: "Tasahharu fa inna fi suhuri baraka." Pejgamberi alayhis salam na thotë këtë thënie: mos ta anashkolojmë syfyrin, sepse në syfyr ka bereqet. Për të përfituar nga ky bereqet i syfyrit, mjafton që ne të ngritemi dhe të hajmë syfyrin me familjen tonë, të ndijmë aromën e Ramazanit dhe kënaqësitë dhe begatit me cilet e bëjmë. Ne syfyrin e hajmë për një kënaqësi të veçantë, por realiteti është që syfyri është koha e parasabahut, koha kur pranohen dhe duat. Dhe ne, duke ngrënë syfyr, bëjmë dua: o Allah, do të agjëroj këtë ditë në vijim që vjen. Më jep forcë dhe fuqi ta përballoj ditën të cilën do të jem i agjërueshëm në vazhdimsi. Për atë arsye, syfyri ka bereqetin e saj, mirësinë e saj, dhe si besimtar ne asnjëherë nuk duhet ta anashkalojmë atë që Allahu xhalleshanu na ka urdhëruar, që pejgamberi alayhis salam na ka mësuar. Pra pejgamberi alayhis salam na thot: hani syfyr, se në syfyr ka bereqet. Ne shumë mirë e dim se dhe popujt tjerë ishin të obliguar për agjërim, por agjërimi jon i besimtarve islam dallon nga të tjerët, sepse pejgamberi alayhis salam na bën me dije duke na thënë se agjërimi i joni me idhtarët e librave të tjerë dallon në syfyr. Për atë arsye, besimtari asnjëherë nuk guxon ta neglizhoj syfyrin, sepse bereqetin Allahu xhalleshanu e ka fal mu në pjesën e syfyrit.
Selam na thot, ushqimi që hahet në syfyr është bereqet, prandaj mos e lini atë, qoftë edhe duke pirë vetëm një gotë ujë, se ata që hanë syfyr i lavdron Allahu, kurse melajqet kërkojnë falje për te. Nga një sahabi na tregohet se pejgamberi a.s. ju tha atyre, ushqimi i syfyrit është begati që ju ka dhënë Allahu, prandaj mos e lini atë. Pra ha syfyr, qoftë edhe vetëm me një gëlltitjet ujit. Për fund, ju porosisim ta shfrytëzoni mundësinë të ushqeni në syfyr, sepse bereqeti është në te. Për atë arsye, mos të ndrojmë vetëm mënyrën e të ushqyerit iftar dhe syfyr, por gjatë Ramazanit të ndrojmë edhe mënyrën e jetesës. Të jetojmë si besimtarë të devotshëm dhe të denjë, dhe gjithmonë të jemi në mbrojtjen dhe mëshirën e Allahut xhaleshanu. Duke përfunduar këto pak minuta që na takuan neve, ju them syfyr të këndshëm, agjerim të pranuar dhe dua të pranueshme. Allahu xhaleshanu ju nderoft, ju begatoft, ju dhash gjitha mirësitë në shtëpitë tuaja dhe Allahu na i pranoft çdo ibadet që ne bëjmë për hir të tij. Ramazan të pranuar dhe çdo ibadet të pranuar. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.